Interesi i të rinjve për programin Garancia Rinore ka ardhur në rritje për gjatë vitit 2025. Gjatë vitit të shkuar, pranë zyres së punës në Shkodër janë regjistruar 429 aplikime. Drejtoria e zyrës së punës në Shkodër, Roza Fazmiani, bën me dije se mbi 300 të rinj janë kontaktuar brenda afatit 4 mujor duke marrë një ofertë konkrete punësimi ose mundësi për trajnim profesional falas. Ne kemi pas një numër shumë të lartë regjistrimesh, për shembull në regjistrimet aplikime kemi pas 429 të rinj të cilët kanë aplikuar vitin e kaluar, në vitin 2025, është një numër shumë i lartë, nga të cilët 311 persona i kemi të zgjidhur brenda 4 muajve. Jo të gjithë janë të qëndrueshëm, por kemi një shifër shumë të lartë, 82% e tyre kanë marrë një dalje pozitive që i quajmë ne, që kanë marrë një ofertë punësimi apo formimi. Pavarësisht interesit të lartë, përputhja mes kërkesave të tregut, pritshmërive për pagën dhe preferencave të rinjve mbetet një sfidë. Megjithatë, sipas Zmianit, situata ka ndryshuar ndjeshëm, veçanërisht në sektorin e turizmit. Ka një ndryshim për shembull në sektorin e turizmit, ku pagat janë më të mira. Ka një ndryshim në lidhje me varietatin e programeve që zyrat e punësimit ofrojnë, ku programet janë shumë të mira dhe i kemi edhe gjatë gjithë vitit në mënyrë që më dhënë të riut një mundësi. Programi i Garancisë Rinore konsiderohet si një nga instrumentet më të rëndësishëm për të nxitur punësimin e të rinjve dhe për të frenuar emigracionin, duke ofruar alternativa konkrete të zhvillimit profesional në nivel lokal.